Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë organizoi një pazitë pune mbi inspektimin disiplinor në Shqipëri për gjatë viteve, ku shfaq midis të tjerash edhe një dokumentar të inspektorësh drejtësinë, një panoram inspektimi nga vitet 90 deri më sot. Aktiviteti bëri bashkëdrejtues dhe përfaqësues të institucioneve të drejtësisë në vend, të gjykatave e zyrave të prokurorive, kontributor të shërbimit të inspektimit ndër vite. Kreu i LD-s Artur Metani tha se inspektimi i gjyqtarëve ka nisur që me themelimin e shtetit shqiptar, ndërsa veçoi sfidën e drejtimit të një institucioni të ri me vendosjen e praktikave e standardeve të punës për t'i qëndruar kohës. Zgjedhjen e detyrën e inspektorit të drejtësisë erdhi me përgjegjësinë e jashtëzakonshme për përballjen me ngritjen e institucionit të tillë me themele të forta profesionale, me pritshmëri të publikut dhe aktorëve të tjerë politikë e institucional dhe me pritshmëri të vetë sistemit të drejtësisë. Duke mos patur model paraardhës, vendosja e standardeve të tilla dhe me gjitha ruajtja e ekuilibrit mes pavarësisë së magjistratëve dhe interesit krejt legjitim të publikut për mënyrën se si administrohet drejtësia, ishte dhe mbetet busalla orientuese e zyrës inspektorit të drejtësisë. Sipas Artur Metanit, kjo mbetet sfida më e madhe profesionale dhe personale e zyrës së Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë.